Përshëndetje miq të Tarot Spirit Therapy, ju që jeni të vjetër, që më ndiqni prej kohësh dhe ju që jeni të rinj në këtë YouTube channel. Atëherë, sot do të shohim diçka në cilën do të përfundohet energjia e vitit 2025. Fokusi do të jetë në këtë lexim se çfarë realisht ju keni lënë pas, nuk e keni përfunduar si proces dhe ku është fokusi juaj në fillim të këtij viti 2026. Pra, le të shohim së bashku. Fillimisht ne do të bëjmë zgjedhjen, pra cila do të jetë zgjedhja juaj. Këto janë letrat që unë kam krijuar vetë. Për ju që jeni të rinj në këtë YouTube channel, unë kam krijuar orakullin tim, në fakt. Është seti i cili përmban 70 letra orakulli, të krijuara dhe të dizenjuara me çdo simbol dhe çdo gjë është organizuar tek mua, pra nga unë, dhe vjen me një kuti magnetike, e cila është kjo, peshon gati 1,5 kg dhe është në një formë magnetike, është goxha e fortë si kuti, dhe brenda ka një libër në gjuhën shqipe, i cili është 356 faqe, është me ngjyra, e cili ju mëson se si ju mund të përdorni këto letra në shtëpinë tuaj, duke u ngritur në mëngjes dhe duke marrë një letër, se si mund të motivoheni dhe të shikoni energjinë tuaj çdo ditë, ose për një projekt, për një punë, për një pyetje specifike. Madje ka edhe mënyrën se si ju mund të bëni pyetje gjatë një leximi shpirtëror. Pa patur nevojën e një personi që mund të lexojë për ju, ju mund të lexoni për veten tuaj. Unë bëj dërgesa në të gjithë botën, nëse jeni të interesuar, më shkruani në Tarot Spirit Therapy në faqen e Instagramit tim. Le të shikojmë së bashku disa letra të cilat ju mund të bëni zgjedhjen tuaj. Numri 1, numri 2, numri 3 dhe numri 4. Këto janë 4 letrat që ju mund t'i zgjidhni nëpërmjet imazhit kush ju tërheq më tepër. Përshëndetje ju që zgjodhët numri 1. Kjo është një nga setet e letrave që unë kam krijuar. Numri 1 këtu ju flet pikërisht për marrëdhënie toksike, mendime toksike, ushqime toksike, njerëz të cilët mund të influencojnë në mënyrën se si ju e shihni veten dhe punën apo gjërat të cilat kanë të bëjnë me jetën tuaj. Ndoshta ju jeni të influencuar nga njerëz të cilët janë negativ, ose nga njerëz të cilët mund të bëjnë sikur shumë gjëra i kanë arritur në jetën e tyre, janë të lumtur, dhe ju mund të keni këtë idenë që pse nuk po arri të kem këtë zgjedhje ose këtë le të themi avancim profesional, pra mund të jetë një energji e tillë në cilën ju ndjeheni gati të do thoya të ndikuar, por të ndikuar për keq, jo për mirë. Le të shohim disa letra të tjera se çfarë na thuhet në energjinë tuaj shpirtërore. Se si ju jeni në labirint, jeni të ngatruar, është moment në të cilën ju kërkoni më tepër të gjeni udhën tuaj. Shumë herë këta njerëz mund të ndikojnë për t'ju thonë që shiko, ju mund të merrni këtë pjesë profesionale, ose shiko, merr këtë rrugë. Por ndërkohë letrat ju thonë që mos dëgjoni njerëz të tjerë, sepse njerëz të tjerë mund t'ju ngatrojnë në udhën tuaj, mund t'ju ngatrojnë në ato çfarë ju shpirti juaj, dharma apo atmakaraka kërkon të realizojë, lidhur këtu përfshirë edhe me qëllimin e jetës që keni ardhur në këtë jetë. Pra shumë njerëz mund japin mendimet e tyre për cilat mund mos jenë efikase ose mund mos të shërbejnë qëllimit të shpirtit tuaj. Ju jeni në një moment që kërkoni të shihni të ardhmen, të shihni çfarë do më vi, si duhet të realizoj këto projektet e mia. Por ndërkohë influenca e njerëzve të tjerë nuk është pozitive. Ndoshta ushqimi nuk është i mirë, mendimet nuk janë të mirë, gjumi në këtë periudhë nuk është shumë i qetë dhe njerëzit në të cilën ju ndikojnë jo për mirë. Si do të jetë energjia e fillim vitit, unë shikoj që ju filloni të fokusoni më tepër tek vetja juaj. Ju filloni të shikoni gjërat nga lart dhe të kuptoni që influenca e këtyre njerëzve që ka qenë në vitin 2025
për gjatë kësaj periudhe nuk ka qenë efikase për ju. Pra ju filloni dhe reflektoni dhe kuptoni se si mund ta ndihmoni veten tuaj. Unë shikoj këtu një reflektim, një periudhë pozitive ose qëllime dhe mendime që ju do bëni më mirë në vitin e ardhshëm. Pra kemi diçka e cila është goxha pozitive si hap, kështu që unë them jeni në rrugën e mbar, e cila fillon me një vit të sikletshëm, fillon me një vit në cilën jeni të ngatruar, në një vit në cilën doni më shumë udhëzime shpirtërore, nuk e kuptoni pse jeni ndikuar ose keni ngelur në të njëjtin vend, numëro dhe nuk keni progresuar. Megjithatë ju jeni duke kërkuar udhën tuaj. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse ju shikoj që jeni duke kërkuar çfarë nuk shkon, çfarë është më e mira. Pra shpirti juaj është duke kërkuar rrugëzgjidhje. Kështu që është një periudhë goxha pozitive, do thoja, për ju që zgjodhet numri 1. Pra ajo çfarë ju keni lënë në këtë vit, pra në çfarë po lini ose çfarë nuk keni arritur, është që të gjeni udhën apo zërin tuaj, atë çfarë ju motivon ose qëllimin e jetës tuaj. Kjo jam unë, këtë dua të bëj dhe këtë dua të realizoj. Cila është kafsha apo shpendi në këtë periudhë që ju udhëzon? Në fakt ju thuhet ëndrat, është Lizardi që ju thuhet ëndrat, dream the world into being, ndërro botën në të qenin, pra në idenë në cilën unë jam. Dhe lidhet pikërisht me letrën që unë thash që ju filloni të shikoni gjërat në një perspektivë më lartë, madje filloni dhe të reflektoni. Pra fillimi i vitit të ri, ose le të themi fundi i dhjetorit, fillimi i janarit, do ju gjej të motivuar edhe të fokusuar më tepër në projektet tuaja dhe si mund ta realizoni ose si mund ta shihni veten në një perspektivë më të lartë. Unë do të marr një letër tjetër dhe ju thuhet që të merrni kohë për të shëruar veten tuaj. Fakti që më bie gjarpri në këtë rast ka dy signifikacione. Gjarpri, nëse do ta shikojmë në aspektin e ëndrës, tregon më tepër një periudhë jo vetëm të sikletshme dhe një person që mund dali jashtë pritshmërive tuaja, por në të njëjtën kohë ju tregon një periudhë në të cilën ju jeni duke u adaptuar në forma të reja, sepse gjarpri tregon gjithmonë një formë të vjetër që lihet dhe një formë e re e cila adaptimi është e vështirë, është një periudhë në cilën ju duket sikur njerëzit ju atakojnë dhe lidhet pikërisht këtu edhe me pjesën e specave dhe gërshërën që ju thuhet pritni këtë marrëdhënie negative, që mund të jetë ndikimi njerëzve të tjerë, por mund të jetë edhe mendimet tuaja. Pra është një periudhë që unë ju shikoj reflektimi, është një periudhë pozitive për sa i përket vetes se si e shihni në të ardhmen. Unë do thoja jeni në rrugë të mbar, jeni në rrugë që mund të keni edhe ëndra paralajmëruese, mund të ndjeni të sëmurë në këtë periudhë fizikisht ose nga ana e energjisë, jo të motivuar, por kjo ndodh për arsye sepse jeni duke kaluar nga një fazë në një fazë tjetër. Deri tani kemi goxha letra pozitive. Le të shohim bashk vazhdimsinë se si do të jetë kjo periudhë le themi fund viti, çfarë ju keni lënë pas. Sepse unë shikoj këtu që ju keni lënë edhe njerëz të cilët kanë qenë negativ ose do të lini njerëz të cilët janë negativ. Njerëz të cilët mund t'ju kenë gjykuar ose ju filloni të kuptoni më drejt se kush janë ndikimet, cilat janë qëllimet e ndikimeve të këtyre njerëzve. Dhe pikërisht më del shoqëria, ato njerëz të cilët ju mund të rrethoni. Mund të jenë kushëri, mund të jenë njerëz të afërt, mund të jenë miq, shok ose njerëz që ju punoni, po që janë në marrëdhënie le të themi të afërta me ju, por në të njëjtën kohë do thoya që janë një moshë me ju, pra ose të rinë në moshë, jo njerëz të mëdhenj në moshë. Kështu që ju shikoj ndikimet nuk janë pozitive për nga njerëzit e tjerë. Këta njerëz të cilët janë për veten e tyre duke kërkuar udhën dhe nuk janë të duhurit për t'ju udhëzuar ju se çfarë mund të bëni në jetën tuaj. Ju jeni njerëz të cilët do të filloni vitin e ri me ide të reja, do të filloni vitin e ri me qëllime dhe le të themi projekte të reja, ju shikoj lini pas çdo barierë të mundshme që ju tërheq poshtë, edhe ndoshta këto janë edhe ndikimet negative të njerëzve, ju shikoj goxha emocional, ëndërrimtar, filloni ta doni më shumë veten dhe ta trajtoni më mirë. Madje shikoj që disa mund të ndryshojnë edhe stilin e flokëve, stilin e veshjes, ngjyrat, goxha emocional,
Ëndra këtu shikoj, është një periudhë e cila ju ndryshoni shumë edhe gjendjen tuaj, le të themi shpirtërore në këtë periudhë. Një ndryshim total, edhe bie pikërisht poshtë letrës së gjarprit që ju tregon që është një periudhë në të cilën ju thuhet, ju duhet të shembni mendimet, qëndrimet, projektet apo ato çfarë të vjetra të cilat ju i mbani të lidhura dhe nuk doni që të largoheni prej tyre. Ka diçka këtu që keni frikë nga ndryshimi, keni frikë për ta filluar nga zeroja, kështu që kjo është një periudhë që ju thuhet e para që edhe nëse nuk doni ju prap kjo të ndodh, pra është sepse është një periudhë e tillë që ju mëson gjëra të reja, dhe e dyta është që nuk ju shërben për të mirën tuaj mendimet apo marrëdhëniet të cilat ju keni pasur me njerëz të afërt ose jo, por që nuk ju kanë ndikuar pozitivisht. Është një periudhë ndryshimesh, është një periudhë reflektimesh, goxha pozitive do thoya, pavarësisht se ju rezistoni për të bërë këtë ndryshim. Ju shikoj që filloni të mendoni për udhëtimet ose për diçka që vjen në të ardhmen. Keni një hapësirë ose diçka fillon nga zero, po të shikojmë nga ana numerologjike 1 dhe 0, pra fillohet një cikël i ri, fillohet diçka në të cilën ju filloni ndoshta të mbillni lule afër shtëpisë tuaj, të krijoni diçka të re, sepse diçka e re duket se bëhet fokusi juaj aktual në jetën tuaj, kështu që kemi këtu një periudhë në të cilën unë do të thoya goxha qëllim pozitiv për të arritur qetësinë tuaj shpirtërore dhe atë mendore, do thoya, pse jo. Të tjera planet për këtë vit të ri ju shikoj që filloni dhe keni projekte të reja. Ju krijoni, këtu kemi menun, por në fakt unë do ta shikoja në aspektin e projekteve të reja, që ju filloni dhe shkruani çfarë duhet të bëj 1, 2, 3, 4, pra bëni një plan vjetor, mund të jetë i shkruar, mund të jetë brenda mendjes tuaj. Shumë njerëz mund të kenë këto ëndra të cilat ose frika që i marrin në gjumin e tyre. Unë do të thoya keni kujdes nga mendimet negative në këtë periudhë, sepse ju bëjnë të mos ta çlironi veten plotësisht. Kemi mendime negative ose dyshime që ju keni brenda vetes tuaj. Numri 1 unë mund ta konsideroj si njerëz të cilët dyshojnë ndaj vlerave të tyre. Kanë goxha vlera, por rezistojnë ndryshimeve, e kanë të vështirë ndryshimin, janë më tepër njerëz që ju pëlqen do të thoya rutina ose një jetë e cila është e sigurt, por e shikoj që kanë goxha frika. Wow, është hera e dytë që bie The Tower, bie kolla. Definitivisht ju keni disa gjëra që ndryshojnë në mënyrë radikale. Mendimet tuaja, qëndrimet tuaja, njerëz që vinë në jetën, kemi projekte të reja, njerëz që vinë nga shkuara, kemi projekte të reja. Definitivisht ju lini disa njerëz, madje marrëdhënie, qofshin këto dashurore, jo vetëm, i lini pas dhe filloni në një diçka që juve ju pëlqen, diçka që ju intrigon. Për ata cilët janë single, mund kemi takime të reja. Për ata cilët janë në marrëdhënie dashurore ose janë të martuar, atëherë kemi projekte të reja, diçka që ju pëlqen dhe filloni edhe investoni në atë. Mund kemi takime, qoftë edhe pune apo intervista për atë që ju pëlqen. Ju shikoj diçka ndryshon në jetën tuaj, gjëra të papritura pozitive vinë për ju, madje diçka që ju nuk e prisni ju fton për ndryshim, edhe më vonë kur ju futeni në këtë cikël kuptoni që ishte goxha pozitiv. Shikoj disa që mund të marrin lek nga familja ose nga puna ose nga projektet e tyre, investime, lek që futen në bank. Pra kemi këtu një lloj judgment, këtu një lloj gjykimi ose reflektimi tjetër. Filloni të ndihmoni njerëzit e tjerë, ju shikojni një cikël karmik, qoftë edhe me numrin 8 këtu, do bie një cikël karmik që ju kuptoni qëllimin tuaj. Pra ju filloni të lidheni me atë çfarë ju jeni dizenjuar si shpirt për të realizuar në këtë jetë, në këtë periudhë. A do të jetë kjo e vështirë? Unë mendoj se po, meqenëse jo e pamundur, e shikoj pak të vështirë sepse është qëndrimi juaj që keni frikë për të ndryshuar. Megjithatë e shikoj si një periudhë definitivisht që ndryshon, ju mëson dhe
ju progresoni, ju filloni ta shihni veten në një cikël të ri, pra duke parë gjërat në një formë të re. Letrat në bazën e tyre ju thonë që ka ardhur momenti të mos keni pritshmëri nga njerëzit e tjerë dhe ta ndihmoni veten për të kaluar këtë fazë që mund të jeni deri diku që kush është busulla ime, kush është drejtimi im më i mirë. Nëse do më pyesni mua a ju duhet një lexim, unë mendoj që po, sepse fakti që jeni në një ndryshime sipër si proces, mendoj që një lexim personal mund të ndihmonte për arsye për të parë çfarë ndryshimesh ju po kaloni, si do të jenë këto ndryshime, gjithmonë në aspektin më personal, sepse ky është një lexim kolektiv. Kështu që po mund të ndihmonte një lexim personal për ju, sepse duke parë shumë ndryshime dhe një cikël i cili hyn i ri dhe lihen gjërat pas, një lexim personal mund të ishte më i detajuar edhe më i fokusuar. Këto kishit për ju që zgjodhët numri 1. Ju faleminderit që më ndoqët deri në fund. Lini komente nga ku më ndiqni, nga çfarë shteti, nga çfarë qyteti, dhe nëse ka rezonuar ky lexim me ju. Faleminderit dhe shihemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, mirë u takofshim. Përshëndetje ju që zgjodhët numrin 2. Numri 2 në fakt është shumë interesant sepse tregon një periudhë në të cilën ju nuk e dini nëse duhet të lini pas format e vjetra ose jo. Jeni në një hapësirë në të cilën thoni duhet të shkoj majtas apo duhet të shkoj djathtas, cili do të jetë drejtimi im më i mirë. Kjo periudhë është një periudhë lëvizjesh, një periudhë ndryshimesh, një periudhë në të cilën ju do të jeni me një energji goxha solare, me një energji në të cilën nuk do të rreshni së kërkuari ndryshim. Nuk e di nëse ka filluar qoftë edhe prej disa muajsh më përpara, apo do të jetë një periudhë në të cilën ju do ta gjeni veten në fillimin e këtij viti të ri. Megjithatë, si energji e përgjithshme, ju thuhet, por të shohim le të themi fjalët kyçe që unë kam shkruar këtu, thuhet vetë përmbajtje, disiplinë, ligje. Pse? Sepse në momentin që ju nuk vini disiplinë ose nëse në moment që ju nuk i vini barriera për shembull kuajve, ju thuhet që në fakt ata mund të largohen pra nga territori juaj. Pra ju mund të largoheni nga qëllimi juaj. Pra është një mënyrë figurative që unë kam krijuar në këtë rast. Kështu që kjo letër ju fton definitivisht për një periudhë në cilën ju thuhet që po ju jeni duke ndryshuar, megjithatë ndryshimet që të jenë pozitive do të ndikojnë më mirë për ju, do të ishte mirë që ju ta disiplinoni veten, të shihni çfarë mund të bëni, cilat janë le të themi mundësitë tuaja dhe cilat jo. Mos kërkoni më tepër nga ç'duhet, mos u stresoni në të njëjtën kohë sepse është një letër e cila tregon pak stres që un kam këto mundësi, nuk po mundem të iki nga kjo periudhë, nga ky siklet ndihem e frustruar, kërkoj liri, por ndërkohë ndonjëherë liria kur merret ju nuk e dini cili është drejtimi më i dur dhe mund ta gjeni prapë veten konfuz. Pra është një periudhë që thuhet që ju keni dije, sepse kuajt prezantojnë këtu një energji të vjetër, një shpirt i cili ka dije, një shpirt i cili është i bukur, besnik, por kërkon një drejtim të caktuar. Dhe këtë drejtim do t'ja jepni vetëm ju vetes tuaj, por duke kuptuar dhe duke analizuar cilat janë dëshirat dhe veprimet që ju kërkoni të merrni. Le të shohim disa letra në këtë periudhë, le të themi çfarë ju lini pas dhe çfarë energjie ju fokusoni. Ju në fakt kërkeni dëshirë që të komunikoni me njerëz të afërt. Në fakt energjia që mua më jepet këtu është që ju jeni shumë të lidhur ose me vendin tuaj ose me njerëz të njëjtët kulturë, familjar ose jo. Ju shikoj në një periudhë në të cilën unë mendoj që ju shikoj në një periudhë që sado që ju doni të jeni me njerëz dhe i doni shumë njerëzit, ka konflikte ose keq kuptime, ose keni kujdes sepse mund të ketë konflikte dhe keq kuptime në biseda të ngushta ose në ndarje të mendimeve, të qëllimeve tuaja me njerëzit e tjerë. Do ta shihni veten disi që ato çfarë ju keni folur, çfarë keni biseduar, duket si rikthehet bumerang. Pra, sepse ju bie i thuhet mbrojtje e vetes, sulmi menjëhershëm, luftë. Pra një periudhë në të cilën
ju duket sikur shumë njerëz ju nuk ju kuptojnë ose janë kundra mendimeve tuaja ose nuk arrin t'ju kuptojnë, unë do thoja. Ka ardhur momenti që ju të gjeni një rrugë dhe është shumë e çuditshme sepse edhe këtu kuajt lëvizin, edhe pjesa këtu e trenit edhe valixhes, ju thuhet që është momenti të fokusoheni më tepër në pjesën tuaj, le të themi të mendimeve çfarë ju shërben në këtë periudhë, në valixhen që ju ikni ose kërkoni të filloni këtë etapë të re që do të jetë viti 2026, mundohuni të mos merrni shumë stresi nga njerëzit e tjerë, llafe ose diskutime ose njerëz që më vjen keq për këtë person, po e marr energjinë e këtij personi në shpirtin tim. Pse? Sepse në fakt do ju rëndoj më tepër psikologjikisht dhe shpirtërisht. Valixha në rastin konkret tregon shpirtin tuaj, atë çfarë ju merrni dhe sillni nga e shkuara në të tashmen apo në të ardhmen. Pra, unë shikoj definitivisht në ikje. Ka njerëz që mund të ndryshojnë vend, shtet, shtëpi, projekte, veten e tyre, të blejnë makina, të blejnë një pajisje ose shumë pajisje në këtë periudhë të re. Pra, gjëra që hyjnë të reja në shtëpi, një energji e nevojshme që ju kërkoni për të ndryshuar këtë periudhë në jetën tuaj, keni nevojë të lini shumë gjëra pas dhe të filloni diçka të re. Nevojshmëria këtu për të ndryshuar vendin ose punën ose situatën aktuale është shumë e nevojshme për ju. Pse? Sepse ju ndjeni të pakuptuar, të pavlerësuar, të paadmiruar në vendin ose në hapësirën ku ju jeni aktualisht. Kështu që është një periudhë në të cilën unë do thoja ju lini këtë gjë, këtë konfuzion ose këtë energji ndryshimi në vitin 2025 dhe filloni të kërkoni udhën tuaj në vitin 2026. A kjo është ajo çfarë ju lini, një luftë të brendshme që a duhet të iki, a duhet të mendoj vetëm për veten time apo si. Pra është një luftë e brendshme që unë shikoj. Le të shohim cila do të jetë kafsha apo shpendi. Ju thuhet të përdorni mendjen tuaj në mënyrë të mençur. Pra është shumë e bukur si ide, letra të komunikojnë me njëra tjetrën, duke ju thënë që nëse ju do ikni nga kjo periudhë e vjetër ose nëse ju kërkoni ndryshim, mundohuni të jetë një ndryshim pozitiv. Pra mos i merrni vendime direkt, sepse unë ndoshta energjia që më vjen tek numri 2 është që ju jeni impulsiv, i merrni direkt mendimet. Dhe ju thuhet që mos reagoni direkt, mos merrni direkt vendime, por mundoni të analizoni vendimet tuaja dhe nuk jeni vetëm, universi ose njerëz të tjerë do ju ndihmojnë, do bëhen viziv në këtë periudhë për t'ju orientuar se çfarë duhet të merrni, ndoshta një këshillues, ndoshta një lehtësues shpirtëror, ndoshta një person, një mik ju shfaqet në këtë periudhë, ju thotë që shiko, pse nuk vepron në këtë formë, pra ju orienton disi për mirë. Megjithatë, është periudha të analizoni pak gabimet tuaja dhe mos jeni shumë direkt, pra të reagoni direkt. Letra tjetër ju thuhet që do të keni projekte të reja pune, ndoshta për disa mund të jenë edhe investime të reja, ndoshta për disa mund të jetë kontrata pune, diçka që nuk shkruhet, diçka që blihet. Unë thash disa mund të jenë duke blerë një shtëpi. Kjo letër doli dhe në numrin 1. Ju thuhet në fakt që për të ardhur diçka e re ose për të nënshkruar një shkresë të re, diçka që vjen në jetën tuaj, është e rëndësishme që ju të lini pas mendimet e vjetra ose të thyeni qëndrimet ose marrëdhëniet që nuk ju shërbejnë në këtë periudhë. Iluzionet ndoshta që ju keni krijuar me këto dy letra të parën dhe të fundit, iluzionet që ju keni krijuar apo mënyrën tuaj të përqasjes dhe të zgjidhjes së problemit, e cila nuk është e shëndetshme ose nuk është ajo e duhura. Pra kjo ju thuhet, mundoni të shikoni edhe investimet se ku i bëni, nëse do të jenë të mira ose të këqija, pra një analizë goxha dhe një reflektim në të njëjtën kohë se çfarë do të jetë e duhura për të bërë në vitin e ri. Ju bie reflektim, analizë. Unë do të thoja që në periudhën kur të jetë verë, ju do të filloni të shikoni ndoshta rezultatin ose të jeni më të motivuar, ndoshta do të marri më shumë kohë ky ngërçi juaj për gjetur rrugën e duhur. Sepse unë shikoj diçka
këtu ju lëndon ose dikush ju del jashtë pritshmërive tuaja. Unë shikoj lëndime tek numri 2. Unë shikoj disa njerëz që ju kanë zhgënjur, që ju i merrni, i keni marrë këto brenda shpirtit tuaj, ose do t'i merrni, mund të flasi për çfarë ka ndodhur kohët e fundit, ose për çfarë do të vi në të ardhmen e afërt. Pra, gjithmonë letrat merren edhe në kontekstin le të themi të asaj se çfarë do të vi së afërmi, varet se si ju dalin letrat çdo kujt. Po ka diçka këtu, ka diçka që ka lënduar, ka diçka që ju doni ta braktisni, ka dikush ju del jashtë llafit. Një situatë ju del jashtë asaj që ju mendoni që keni arritur. Unë ndjej që ju duhet të analizoni mirë njerëzit që ju rrethoheni, partnerët apo njerëzit që ju besoni, sepse unë shikoj një abandonim këtu, ose dikush që largohet sepse ju zhgënjen, ose ju largoheni nga dikush që i keni dhënë besim dhe në fakt nuk është ai apo ajo që ju keni besuar. Shikoj pak që ktheheni në reflektime ose në fokusin brenda shpirtit tuaj. Pra është një vit që unë do thoja do ju bëj të kuptoni ose të reflektoni më shumë në gabimet tuaja, që mos i bëni më. Pra janë ca gabime në sjelljen tuaj këtu që ndoshta ju e dini që bëni gabim, po prapë do ta bëni gabim derisa ta mësoni. Sepse është një situatë që ju del jashtë kontrollit. Njerëz që nuk ju përmbushin, situata që nuk ju përmbushin, fokusi juaj do të jetë puna, ose diçka e re që ju do të nisni. Disa mund të investojnë në projekte të reja ose në diçka e cila fillon edhe zgjohet brenda jush. Unë shikoj në fakt që ju mund të keni dy drejtime, ose mund të iki këtu ose të iki atje. Disa mund të duan të ikin jashtë, unë e thash dhe pak më parë qoftë edhe me letrën këtu të valigjes, do të aplikojnë për viza. Shikoj që në fakt keni frikë nga abandonimi, shumë prej jush janë në marrëdhënie ose në situata jo të mira sepse kanë frikë nga abandonimi, kanë frikë nga vetmia, kanë frikë të jenë vetëm, ose do të kenë frikë, në varësi mund të dalin në të ardhmen. Ju shikoj që shumë gjëra ju vinë nga larg, ose aplikime do ju përgjigjen nga larg. Mundohuni të keni qetësi në shpirtin tuaj, në shpinën tuaj, sepse ju shikoj në momentin kur shkoni të flini gjumë, keni makse ose mund të qani, mund të mendoni pse nuk po arri dot të fokusohem. Unë shikoj shumë konfliktual, domethënë keni kujdes, konfliktet është ajo çfarë unë do të thoja. Mund mos të vinë nga ju, por mund të jeni të lodhur dhe të irrituar dhe të veproni në mënyrë të tillë që mund të shkaktoj diskutime. Sepse ju shikoj që merrni shumë gjëra në mbikurisë për t'i realizuar, dhe ndoshta nuk i përfundoni dot, ose ju mundon, ju lodhin. Ka ardhur momenti që të ndryshoni, të lëvizni, të fokusoni në atë që ju bën, ose ju mund ta menaxhoni më mirë. Çfarë mund të menaxhoni më mirë juve? Letra e vdekjes tu tregon një rinovim, diçka që ndryshon rrënjësisht. Diçka e brendshme që e mbani brenda. Frika që ju mbani brenda, mendime, qëndrime, njerëz, situata që ju mbani brenda dhe nuk ju shërbejnë. Sepse unë shikoj diçka që ndryshon këtu. Ndryshon rrënjësisht, për disa njerëz i vendosin pikat përmbi, qoftë marrëdhënieve të vjetra, qoftë situatave të vjetra, punë që nuk i shërben më. Në fillim do duket goxha e vështirë, po më pas shikoj një adaptim goxha të mirë. Diçka e re vjen, diçka e vjetër prishet, një ndryshim total. Ambienti ku ju jetoni mund mos të jetë shumë pozitiv, por moment që ju ndryshoni, unë shikoj diçka vjen e re në jetën tuaj. Ju do të jeni ata që do të ndryshoni veten edhe në ambientin tuaj. Ju shikoj që filloni me gjëra të vogla, po që çfarë ndjej ju në këto momente është ndryshimi ose le të themi evoluimi, apo ajo çfarë vjen edhe ndryshon jetën tuaj do të jetë
pak me ngadalë, do të vjen në mënyrë të ngadalt. Unë nuk e di nëse ju jeni të ngadalë për të marrë vendimet sepse keni dyshimet dhe frikat tuaja, apo situata do të vinë në këtë formë. Duke qenë që është një lexim kolektiv, mund të hynë energjitë e disa njerëzve, por mund mos lexohen energjitë e gjithëve që zgjedhin numrin 2. Kështu që nëse ju doni të keni më shumë qartësi numri 2, unë do thoja definitivisht duhet të bëj një lexim personal, për arsye sepse këtu shikoj një rezistencë për ndaj ndryshimeve, diçka që ju e prishni, por e merrni brenda shpirtit tuaj në këtë energji negative, diçka që ju e bëni gabim repetitiv, pra aty ku gjërat shkojnë mirë dhe reflektoni, pastaj shkoni pas në të njëjtën energji ose me të njëjtët njerëz që kanë të njëjtën frekuencë negative ose jo pozitive. Dhe ndjeni pastaj veten të ngatruar, të humbur, që nuk keni një drejtim të caktuar, që doni një person t'ju udhëzojë, sepse kuajt në këtë rast janë të ngatruar edhe duan një person, një kalorës që t'i thotë që shko në këtë drejtim. Edhe ju ndjeni nevojën që dikush t'ju orientojë se çfarë do të jetë më i mirë dhe fokusi do të jetë në këtë periudhë. Pra, unë shikoj që viti 2025 ka qenë pak kaotik për ju, 2026 do të filloni të reflektoni, por për një reflektim personal, unë do thoya një lexim personal do të jetë më i mirë. Për të parë se ku duhet fokusoheni ju, gjithmonë lidhur çdo kush është unik. Ka energjinë e vet, ka problemet e veta, shqetësimet e tij, ëndra, dëshirat, që çdo kush ka edhe një formë të caktuar reflektimi ose aty ku duhet ta përqendrojë energjinë e vet. Unë të shikoj nuk është se është diçka negative, thjesht ju duhet një lider ose një person t'ju orientojë në udhën tuaj për të bërë veprimet më mirë, për mos bërë gabimet ose të kemi të njëjtat rezultate negative që janë bërë edhe në të shkuarën. Kjo do të ishte fokusi. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Mos harroni të më shkruani nga ku më ndiqni, vendin, shtetin, nëse ju rezonoi ky numër. Për lexiме personale ju lutem më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagramin tim, dhe gjithashtu nëse jeni të interesuar për ta blerë librin. Sërish, unë i kam të lançuara çmimet të gjitha në Instagram lidhur me librin për postën dhe dërgesën në çdo vend të botës. Ju faleminderit që jemi bashkë në leximet e ardhshme. Deri atëherë, mirë u takofshim. Përshëndetje ju që zgjodhët numrin 3. Mirë se erdhët në këtë lexim shpirtëror. Kjo letër e cila është krijuar është pjesë e orakullit që unë kam krijuar. Nëse jeni të interesuar, më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagramin tim. Dërgesat bëhen në të gjithë botën, vjen në kuti dhe me një libër në gjuhën shqipe se si mund të përdore. Kjo letër është një goxha pozitive, pasi ju fton që ju në këtë periudhë të fokusoheni për të lutur më shumë. Për të lutur ndoshta tek ëngjëjt që ju jeni më shumë të lidhur, për të ndezur një qiri, për të pastruar shtëpinë, për të ndihmuar më tepër fëmijët, qofshin tuaj ose të bëni një donacion tek fëmijët që janë në nevojë. Është periudha në të cilën mund të bëni ëmbëlsira në emër apo në energjinë për të mbrojtur fëmijët, qoftë edhe në botë të varfrit ose ata që janë larguar nga jeta. Është një letër shumë e bukur, angjëllore, por në të njëjtën kohë ju thuhet që ka ardhur momenti që ju mund të luteni për të realizuar ato pjesën tuaj shpirtërore, për të gjetur qetësinë shpirtërore, për të përmbushur më mirë, sepse ndoshta ju jeni në një periudhë në të cilën kërkoni më tepër të jeni të përmbushur shpirtërisht. Ju ndjeni nevojën ose qoftë edhe prezencën e diçkaje unike në jetën tuaj. Mund jeni shumë të lidhur me figurën e fëmijës, do donit një fëmijë në jetën tuaj, ose ju mund të keni fëmijë në jetën tuaj dhe duket sikur një prej fëmijëve tuaj është një shpirt që ju udhëzon ose do ju udhëzoj në jetën tuaj se çfarë do të jetë më mirë. Duket si një bekim, duket si një udhë e cila është shumë unike, angjëllore për të arritur qëllimet tuaja. Në këtë periudhë shikoj goxha të fokusuar, do thoja, për të patur të qetësinë dhe motivimin shpirtëror. Mund të shihni video motivuese ose të flisni pozitivisht me njerëz për të
për të motivuar. Le të shohim se si do të jetë energjia tjetër, jeni të vendosur, të matur, të rënjosur, pra është një periudhë në të cilën ju kërkon që ju të fokusoheni më tepër projektet tuaja ose qëllimet tuaja tani dhe të shikoni rezultatin më vonë. Është një periudhë e cila ju thuhet që edhe ushqimet, nëse mund të flasim në aspektin ushqimor ose të shëndetësor të mjekësisë Ayurveda, ndoshta do të ishin bimët të cilat vinë dhe kanë rrënjë, për shembull gjinxuri do të ishte shumë e mirë, patatja në këtë periudhë, pra gjërat të cilat janë të ngrohta, gjërat të cilat vinë nga toka për të lidhur me energjinë e tokës, diçka e tillë mund të ndihmonte qoftë edhe në sistemin tuaj digestiv për të ndjerë komfort, sepse unë mendoj që është një periudhë që ju kërkoni që të jeni komfort, që të jeni të vendosur. Është e nevojshme për ju, mund të lidhet edhe me karakterin tuaj, se si jeni si persona. Ju shikoj që disa mund të duan të udhëtojnë ose të largohen nga periudhat të cilat janë në të shkuarën dhe kërkoni që pak në pak të kuptoni ose të largoheni nga qëllimet e vjetra për të parë diçka më të re. Disa njerëz mund të dëgjojnë këtu, mund të takojnë miq të vjetër, mund të dëgjojnë për njerëz më të mëdhenj në moshë, lajme të ndryshme, ose biseda, ose çfarë është bërë në jetën e këtyre njerëzve, kemi goxha komunikim, ju thuhet që është periudha për të vendosur rregulla dhe për të organizuar. Ndoshta disa mund të jenë të fokusuar në projektet e tyre, profesionale, do thoya, pse jo. Pra është momenti që ju mos jeni kaq shumë gentil ose kaq shumë do thoya kaq shumë të ndjeshëm, apo kaq shumë që të besoni që çdo gjë që është shkruar do ndodhi, nuk ka problem, por është momenti që ju të jeni më të vendosur, më të organizuar me projektet dhe me punën tuaj. Disa njerëz të cilët mund të kërkojnë ndihmën tuaj ose mund të kërkojnë që ju të jeni prezent aty për të ndihmuar nga ana shëndetësore ose për të orientuar si t'i marrin ilaçet në këtë periudhë. Mendoj që po. Diçka e tillë ju lidh me shtëpinë, ju lidh me njerëzit, ju lidh me familjarët, ju lidh me njerëzit të cilët janë më të mëdhenj në moshë. Ndoshta mund bëni këtë udhëtim për shkak të tyre njerëzve, për t'i ardhur në ndihmë, për të ndihmuar qoftë edhe nga ana shëndetësore në mënyrë pozitive, si për t'i bërë më mirë, për të ndjerë më mirë. Shikoj që vetë ju nëse jeni fëmijë, pra mund të jeni femër, mund të jeni bekim i shtëpisë, do thoya. Pse? Sepse ju shikoj që ju doni të mbroni ose të kujdeseni për familjarët, për njerëzit që janë të sëmurë ose që nuk ndjehen mirë nga ana shëndetësore në familjen tuaj. Jeni goxha të lidhur edhe jeni në kontakt të vazhdueshëm, do thoya, me familjarët tuaj. Diçka tjetër që ju thuhet për kafshën ose shpendin tuaj, ju thuhet që jepni me mirësi. Ka ardhur momenti që ju të jepni shumë, të ushqime apo mirësi. Unë shikoj një shpirt këtu që normalisht ky është një lexim kolektiv, por disa për ju që shikojnë këtë video mund të lidhen direkt nga ana energjisë, sepse ju shikoj që doni të jepni të merrësi shumë dhe ka ardhur momenti që ëndrat tuaja t'i bëni realitet. Ka ardhur momenti që ju të mos jeni në një rrjet në të cilën, sepse unë shikoj shumë pasion dhe shumë dhunti tek ju, por nuk shikoj që ju progresoni, shikoj një energji pak të ngadalt. Dhe ka ardhur momenti që ju të fokusoni pak te vetja juaj edhe të jepni më shumë ose të ndërveproni më shumë për veten tuaj, për qëllimet tuaja, jo vetëm për njerëzit e tjerë. Në vija të trasha ose në pjesën e bazamentit, nëse do ta shija në këtë formë, është që ju jeni një shpirt i ndjeshëm, shumë bujar, shumë sensitiv ndaj dhimbjeve të familjarëve ose shëndetit të tyre. Jeni njerëz që nëse keni jepni shumë, dhe në fakt keni shumë, do thoya, sepse vetë jeta ju vjen dhe ju sjell shumë. Jeni persona të cilët jeni goxha të ndjeshëm, pavarësisht se në pamje të jashtme ose në pamje të parë mund duket sikur jeni goxha karakter i fortë, por jeni shumë të ndjeshëm, mund të qani kur jeni vetëm në shtëpi, për gjëra shumë të vogla, për shembull pse keni parë një mace që ishte pamundur, apo në rrugë, apo një të varfër, apo një film, pra ju filloni dhe qani dhe i merrni gjërat për
orës së brëndshme. Ju thuhet të organizoni sepse perandori tregon pikërisht tregon rregulla, disiplinë, tregon hapësirën në cilën nuk lejon askush të vi para. Pra ka ardhur momenti që ju dhe pikërisht fakti që bie poshtë kësaj letre të ndjeshmërisë të vajzës së vogël, ju thuhet që menaxhoni ndjeshmërinë tuaj, menaxhoni ndjenjat tuaja, sepse ka nga ata njerëz të cilët ju shikojnë shumë sensitiv dhe marrin për të mirëqenë këtë pjesë, pra ka ardhur momenti që ju të mbroni perandorinë shpirtërore tuajën. Ju shikoj të dyzuar, të shumë njerëz kanë frikë nga abandonimi, shumë njerëz kanë frikë se mos njerëzit e tjerë i kritikojnë, kështu që është mirë sillen mirë. Ju shikoj shumë me energjinë e hënës, të ndjeshëm, shumë zëra në kokën tuaj që ju thonë që shikoj nuk e bëre mirë, shikoj bëj këtë, shumë kreativ, do thoja goxha kreativ, njerëz të cilët punojnë, njerëz të cilët janë fokusuar tek puna, e bëjnë me mish dhe me shpirt, janë shumë pasionant, e kanë të vështirë të vendosin rregulla për njerëzit e tjerë, edhe pse është e domosdoshme në këtë periudhë. Ju shikoj që në fakt jeni të fokusuar më tepër te pjesa e punës, ose do të keni projekte të reja, ndoshta për disa që janë meshkuj do të kenë pasion edhe fokusi i tyre do të jetë çfarë mund të organizojnë më mirë. Ju shikoj një bar në fakt në të njëjtën kohë, e cila kjo bar vjen nga familjarët, vjen nga shkuarat, shumë njerëz ju ngarkojnë me problemet e tyre, eksaktësisht, unë do thoya ju ngarkojnë me problemet e tyre, me streset e tyre, në vend që ju të fokusoni tek vetja juaj, duket sikur ju merrni dhe hallet të tjerëve. E shkuara duket se është prezente tek ju. Nga ana karmike mendoj që ndoshta keni një mision të caktuar që të ndihmoni këta njerëz, ndoshta familjar, sepse ka diçka këtu që juve nuk ju lë të mendoni për veten tuaj. Nuk jeni njerëz egoist, nuk jeni njerëz të mendoni për veten tuaj. Gjithmonë nëse bëni një hap pas, thoni po, a është e mirë kjo për prindin tim, a i lash prindin tim pas. Meshkujt mund të jetojnë me prindit e tyre në shtëpi, femrat mund të kenë kokën pas që gjithkohës ose të jenë në telefon. Kemi një pjesë intuitive këtu në këtë periudhë që zgjohet, ëndra paralajmëruese, njerëz të cilët janë goxha empatik dhe të lidhur, ju jeni shumë të lidhur me familjen. Ëndra, shiko se si ju bie, ëndra të cilat janë gati, unë do thoja nightmares, pra janë ëndra të këqija, janë ëndra të cilat ju zgjojnë edhe i thoni ku kam qenë, pse kam këtë ndjesi kaq konfuze, kaq të ngatruar, sepse shpirti juaj është goxha empatik, shpirti juaj është goxha sensitiv, shpirti juaj është goxha kreativ, por nuk di si ta orientoj veten e vet. Shpirti juaj është midis dy botëve, do thoja, midis botës shpirtërore dhe midis botës praktike, jetësore. Nuk di si të jetoj, ka shumë dhunti, megjithatë është shumë e bukur të thoja sepse ju jeni okay në këtë energji, pavarësisht se për njerëzit e tjerë do ju thonë që shiko bëni më praktik, mos jeni në këtë formë, por për ju është okay. Ju shiko si ju bie edhe Buda këtu në këtë rast. Pra ju bie që ju thuhet që merrni kohë për veten tuaj. Unë do thoja qetësoni shpirtin në të njëjtën kohë. Gjërat do të vinë, nuk keni pse i përshpejtoni si proces. Djalli në këtë rast më bie për frikat tuaja, frika nga abandonimi, frika se mos largoheni nga familjarët tuaj, frika mos të ndodh diçka familjarëve tuaj, mund të lidhet me jetën e mëparshme, që mund kemi disa frika të pashpjeguesme që nuk kanë lidhje me jetën e tanishme, por që vinë si frika të mbartura nga jeta e mëparshme. Ju shikoj që mund të njihni njerëz të rinj, të diskutoni për gjëra pozitive, për gjëra të bukura, e ndjeni veten që keni ngelur në të njëjtën periudhë. Është një cikël i ri që unë mendoj që në vitin 2026 ju futeni në një periudhë, në një cikël të ri, meditimi, progresi shpirtëror, reflektimi, dhe do jeni ju ata që do motivoni veten. E ti pse? Sepse unë shikoj që askush nuk do ka forcën për t'ju bërë ju për të ecur para, përveç jush. Krevat këtu, keni kujdes nga shëndeti jo i mirë, nga mendimet tuaja, ka momente që ju jeni shumë aktiv, shumë pozitiv. Reflektoni për gjërat pozitive, motivoni njerëzit e tjerë,
Pastaj ju bie kjo intensitet dhe ndiheni goxha të lënduar. Njerëz të cilët nuk ju kuptojnë mund të ndiheni, ndoshta që adoleshent mund të ndiheni jo të kuptuar nga shoqëria, ndryshe nga njerëzit e tjerë. Njerëzit e tjerë ju lëndojnë ose janë më shumë praktik. Do të jeni në një fest, në periudha festive, do thoja charity këtu, pra njerëz të cilët japin lek ose ndihmojnë njerëz të tjerë. Shikoj që ndiheni në këtë energji mizerie, për arsye sepse unë mendoj që nuk i menaxhoni mirë gjërat brenda shpirtit tuaj. Askush nuk do ju udhëzojë më mirë se sa vetja juaj. Pra nëse ju do më pyesni a kam nevojë për një lexim personal për momentin, bazuar në këtë lexim, unë do thoja që jo. Nuk keni nevojë sepse ju shikoj goxha të motivuar, dhe shpirti juaj është shumë intuitiv, është shumë i zgjuar, është shumë ka goxha energji të bukur, kështu që unë do thoja ju jeni ata që motivoni veten, ju jeni ata që i vini në ndihmë njerëzve të tjerë, ju jeni ata që keni intuit, ëndra prediktive, po nga ana tjetër ju jeni dhe ata që dyshoni në aftësitë tuaja. Kështu që kjo është një punë e brendshme që ju mund ta bëni vetëm ju. Nëse ju doni motivim, sigurisht ju mund vini një lexim shpirtëror për të motivuar, por forca juaj e brendshme është brenda jush dhe shikoj që ju e keni të lindur këtë pjesë. Dhe ju mund të ndiheni të mbingarkuar emocionalisht ose të lënduar për shkak të intensitetit ose për shkak të empatisë që ju e keni në nivele të larta. Prandaj dhe mund të ndiheni të ngatruar ose të lënduar ose me ëndra të shumta, sepse ju e mbingarkoni veten tuaj edhe me çështje, edhe me energji, edhe me probleme, të cilat nuk janë vetëm tuajat, por janë të njerëzve të tjerë. Prandaj këtu Buda ju thuhet, reflektoni, merrni kohën tuaj, besoni te vetë juaj, qetësoni shpirtin, sepse e keni mbi ngarkuar, e keni mbi lodhur dhe keni marr energji dhe probleme të njerëzve të tjerë. Kjo më bie një periudhë e vitit 2026 që duket sikur energjinë shpirtërore dhe empatike ju e merrni pas. Madje më duket një vit që mund keni shumë ëndra prediktive, shumë intuitiv, pra sikur zgjohet shpirti juaj në këtë fillim viti. Pra viti 2025 duket pozitiv në aspektin e intuitës, megjithatë të mbingarkuar, të lodhur, me sëmundje rreth e rrotull ose ju vet të mbingarkuar nga ana e mendjes, e shpirtit, pagjumësi. Megjithatë duket sikur pak në pak ju filloni dhe zgjoni ose i lini pas këto periudha, le të themi ulje, ngritje shpirtërore dhe emocionale që kanë qenë prezente në vitin 2025. Kjo keni ju të numrit 3. Mos harroni të më shkruani nga mendiqi, nga cili vend, nga cili shtet, nëse ka rezonuar sigurisht ky lexim me ju, por ata cilët duan lexime personale më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagramin tim. Për ata cilët duan të blejnë librin dhe letrat e mia, jeni më se të mirëpritur. Çmimet janë të lançuara në faqen time të Instagramit për çdo vend përkatës që ju mund të jetoni në Shqipëri ose jashtë Shqipërisë dhe të lutem më kontaktoni në Tarot Spirit Therapy sepse çdo informacion atje kontaktoj me njerëzit që janë të interesuar, qoftë për shërbime personale, qoftë për leximet e ascendentit në formë karmike, qoftë edhe për pjesën e librit. Ju falenderoj që më ndoqët deri në fund. Shihemi bashkë në leximet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim. Përshëndetje ju që zgjodhët numrin 4, mirë se erdhët në këtë lexim shpirtëror. Kjo është një nga letrat që unë kam krijuar, letër orakulli, për ata të cilët janë të interesuar, më shkruani në Tarot Spirit Therapy. Çmimet janë të lançuara për çdo vend përkatës që mund të ndodheni në Shqipëri, në Evropë ose në Amerikë. Pra dërgesat bëhen në të gjithë botën. Dhe sigurisht nëse ju rezonon, nëse ju pëlqejnë këto lexime, mos harroni të më shkruani nga cili vend ju më ndiqni. Atëherë, kjo letër e cila ju rezonon me ju që keni zgjedhur këtë numrin 4, ju thuhet që jeni në një periudhë në të cilën rregulloni dhe përsërisni. Pra është një periudhë që unë do thoja ju duket repetitive. Ka gjëra në të cilat ju jeni duke i ndërmarrë këtë periudhë, duke fokusuar më tepër në gjërat e vjetra, si mund të rregulloj rrobat e vjetra, marrëdhëniet e vjetra, marrëdhëniet me njerëzit, situata ose njerëz të cilët vinë nga e shkuara. Ju jeni në një periudhë në të cilën jeni duke rikuperuar marrëdhënie, situata, mendime, projekte të vjetra që ndoshta jeni
duke i rimenduar se si mund të jenë më mirë në vitin ndoshta 2026. Pra mund të jetë një energji që ju e lini pas në 2025, projekte që ju nuk i keni realizuar, ose mund të jenë projekte edhe më përpara të viteve më përpara, por që ju fokusoni në këtë periudhë të thoni, shiko, unë në vitin 2026 do filloj të rregulloj 2-3 gjëra që i kam lënë pas ose që nuk i kam dhënë fokusin e duhur. Le të shohim disa letra të tjera sërish nga orakulli im. Se si do të jetë kjo periudhë në vitin 2026. Unë shikoj mentaliteti vjetër, shumë njerëz mund të kenë ndikime nga njerëz të cilët mund të jenë familjar ose jo, ose nga kultura dhe vendi përkatës që ju jetoni. Në fakt, në këtë rast mua më bie këtu ignorancë kohë vjetër, thash i theme. Pra, ju mund të jeni duke rregulluar marrëdhëniet me njerëz që nuk flisni ose me njerëz të cilët ndikojnë ose duan të dinë për gjëra që realisht nuk kanë pse të jenë kaq shumë kurioz, por ju jeni të rrethuar me njerëz të cilët janë kurioz, duan të dinë për jetën tuaj, duan të dinë çfarë ju po bëni. Edhe ndoshta ju jeni duke rregulluar këtë marrëdhënie ose këtë mënyrë se si mund të veproni me ta, sepse duket sikur këta njerëz ndoshta nuk ju kuptojnë. Unë mendoj që ju jeni në një rreth njerëzisht, keni një energji që jeni në shërbim ose ndikoni për mirë njerëzit të cilët janë më të mëdhenj në moshë, ju shërbeni atyre, ndoshta i ngjani gjyshes apo stër gjyshes do thoja, sepse ju shikoj shumë të lidhur si shpirt i vjetër që vjen me të mira leksione dhe mënyra të vjetra të cilat ngjasojnë traditave të vjetra, dhe ju i keni këtë, mund keni dhe aftësi për të bërë gjëra që në kohën e sotme nuk është se praktikohen shumë. Megjithatë, ju shikoj goxha familjar, goxha shtëpiak ose me mendime tradicionale, por që duket që prap nuk vlerësoni ose njerëzit që rrethoheni nuk janë të duhuri për të vlerësuar shumë këtë lloj aftësie ose shpirtin tuaj. Mendime të vjetra, njerëz të cilët flasin, japin opinionin e tyre për çdo gjë. Dhe është një periudhë e cila ju thuhet e pranishme, e paqëndrueshme, lëvizje përpara dhe prapa. Pra, është një periudhë në të cilën ju keni si lësharës. Pra, njëherë mendoni gjëra që unë po bëj mirë, pastaj mendoni që jo, unë nuk po bëj mirë. Njëherë shkoni para në kohë dhe mendoni që okay, unë po progresoj, po bëj diçka pozitive, duhet të fokusohem në këtë pjesë. Pastaj thoni jo, ndoshta nuk është më mirë, ndoshta unë po tregohem shumë egoiste dhe më pas shkoni prap aty ku ishit. Ju shikojnë një periudhë jo të qëndrueshme dhe kjo është për shkak të zgjedhjeve tuaja ose duke qenë që ju ngjasoni ose jeni të lidhur si shpirtra të vjetër me traditën dhe me njerëzit tuaj, unë do thoya nga ana karmike është okay, por nga ana shpirtërore se si ju ndjeheni nuk jeni shumë okay. Kështu që mund të ndjeni këtë diskomfortin. Megjithatë, unë mendoj që ju do rregulloni edhe gjërat e vjetra, duket sikur ju i rregulloni. Unë ju shikoj shumë tradicional, ndoshta partneri që ju merrni do të jetë tradicional, rrobat mund të jenë shumë tradicionale, shtëpia mund të jetë në vendin ku ju keni lindur, ose mund të jetë e krijuar në formë të tillë që ngjason, ose ushqimet që ju konsumoni jeni shumë të lidhur me traditën e vendit tuaj, nuk adaptoheni shumë në kultura të reja, është e vështirë të mësoni gjuhë të huaja. Normalisht ky është një lexim kolektiv, kështu që disa mund të rezonojnë me këtë energji, disa jo. Ju shikoj që është e vërteta, ju thuhet deri diku ju krijon atë pjesën e iluzionit. Ju shikoj këtu trust the great mystery, që ju thot besoni misterin e madh në këtë periudhë. Sepse unë personalisht ju shikoj shpirtra që keni ardhur në ndihmë të në fakt jo në ndihmë, por në marrëdhënie, do thoja, të shpirtrave të tjerë, familjar, duket sikur ju nuk ikni dot nga rutina ose nga rregullat ose nga tradita juaj, dhe në momentin që ju mund të doni të ikni nga tradita juaj, ju ndiheni diskomfort. E keni goxha të vështirë të përshtateni me kultura dhe me mendime të njerëzve që jetojnë jashtë,
Madje do thoya që dhe partnerin që ju doni të martoheni është më mirë që ta merrni nga vendi në cilën ju keni lindur, pra shqiptar, sepse ndiheni që me të huajt ju nuk kuptoheni. Dhe mund të jetë diçka karmike këtu, që në fakt ju vini si shqiptar dhe doni të vazhdoni dhe të kuptoni këtë traditë me shqiptarët. Ju mund të vizitoni nga flutura shpeshherë ose nga insekta, të cilat ju udhëzojnë ose ju rezonojnë ose ju lidhin direkt drejt për së drejti me shpirtra që janë larguar nga jeta. Ju shikoj kreativ për ata cilët janë meshkuj, ide të reja. Madje po të shikojmë edhe me mustaqe këtu personi, tregon një person tradicional, një person që i bie daulles, një person që është aktiv, është pasionant, është i fokusuar tek familja, tek gruaja mashkulli në këtë rast. Mashkulli është ai që është më aktiv, femra është ajo që është më e ndjeshme dhe pjesa e elementi ujë tregon ndjeshmërinë sensitive këtu, fokusin tek familja. Ju shikoj këtu prap mashkull, një periudhë në të cilën ju kërkoni stabilitet, por nuk ndryshoni. Pra është një periudhë që ju nuk doni të ndryshoni. Është një periudhë që unë e shikoj shumë të vështirë që ju mund të ndryshoni. Megjithëse ju realizohet një dëshirë ose diçka që ju keni si projekt, por prap lidhet me familjen, prap lidhet në shërbim të njerëzve të tjerë, me shoqërinë ose me marrëdhënie me njerëzit të tjerë. Ju shikoj këtu që disa njerëz mund t'ju shgënjejnë. A mund të ndryshoni ju edhe nëse këta ju shgënjejnë? Jo. Nuk e shikoj që ju mund të ndryshoni diçka në këtë periudhë. Madje jeni njerëz që mundoheni edhe aty ku nuk mundet ju të krijoni sërish qetësi ose stabilitet. Jeni njerëz jo konfliktual, do thoja. Jeni njerëz që priorizoni, pra vendosni prioritet shtëpinë, familjen, fëmijët, madje dhe sakrifikoni shumë për njerëzit e tjerë duke vendosur veten të fundit. Goxha tradicional më bini ju të numrit 4. Ndryshime ju bie këtu, ndoshta partneri juaj blen shtëpi ose partneri juaj ndryshon diçka në shtëpi. Ndoshta partneri mund të bëjë diskutime lidhur me njerëzit për sa i përket blerive ose investimeve në këtë periudhë. Më bie këtu një periudhë në cilën ju duhet pak qetësi. Ju jeni qetësia e shtëpisë, ju jeni persona që edhe kur ndiheni që nuk po duroni dot, që jeni të mbingarkuar shpirtërisht, ju e mbyllni gojën. Ju nuk veproni. Pse? Sepse ose dyshoni tek vetja juaj që mund të, ose nuk doni të kërkoni shumë, thoni jam okay, kështu si jam, thjesht do kaloj. Pra është një lloj, le të themi, sëmundje ose protektiviteti që ju bëni. Nuk flisni shumë për këto probleme, duke menduar që do kaloj, është okay, çdo shtëpi ka problemet e veta. Pra ngushëlloni veten në një formë të tillë. Ju shikoj fëmijë kreativ, që mund keni fëmijë në shtëpi kreativ. Ju shikoj ndryshime këtu në këtë periudhë. Ndoshta do thoni fëmia im ka filluar të më rebelohet, të mos flasi, ose për ata cilët janë single mund të thoni që nuk e di pse, po gjithmonë takoj njerëz të cilët ndryshe kanë pritshmëri, ndryshe sillen në këtë formë. Ju shikoj goxha të lodhur, krevat, vdekja këtu, tre nga shpatat këtu më tregon lëndime, zhgënjime, fakti që bie poshtë edhe njerëzve dhe influencave të njerëzve. Mua më bie që njerëzit e tjerë ju kanë shkënjur, ju kanë lënduar. Puna ju ka lodhur në të njëjtën kohë. Kemi goxha stres në të njëjtën kohë këtu. Bingarkes. Ju jeni njerëz që i merrni gjërat mbi shpatullat tuaj. Do ta bëj, pse? Sepse kam fuqi, sepse jam me aftë, sepse do ta bëj këtë gjë, sepse unë jam, po nuk e bëra unë, kush do ta bëj. Pra ju e bingarkoni veten tuaj pa qenë domosdoshme për ta bërë një gjë të tillë, por fakti që e bëni, mendoni që po e bëni për mirë, mendoni që po jepni kontributin tuaj në familjen tuaj, tek njerëzit tuaj, goxha sakrifikues, vendosni gjithmonë veten tuaj të fundit, të tjerë të parët. A jeni të lumtur? Unë shikoj që jo, ose lumturia juaj vjen me pikatore, por jeni të lumtur në sensin sepse ju bëni atë çfarë ju mendoni që është e drejtë.
Kështu që lumturia ka shumë perspektiva të ndryshme. Disa mund të jenë të lumtur kur ndihmojnë njerëzit e tjerë, disa mund të jenë të lumtur kur mendojnë vetëm për veten e tyre. Kështu që është çdo gjë relative, mënyra se si konceptohet nëse një person është i lumtur apo është në intensitetin optimal të tij apo jo. Kështu që në rastin konkret, unë mendoj që viti 2025 ju ka mbi ngarkuar familjarisht me shqetësime, me plane, me shërbime nga njerëzit e tjerë. Viti 2026 duket sikur nuk mund të shikohet i gjithë viti në një lexim 30 minuta, madje nuk është 30 minuta, por është 15-20 minuta maksimum që unë bëj regjistrime të cilat janë kolektive, por mendoj që fillimi i vitit të ri do të jetë prapë shqetësim ose angazhim familjar dhe me farefis. Pra me njerëz të fisit, me njerëzit e burrit ose me njerëzit familjar tuaj ose me kushërinë, me njerëz të cilët ndikojnë, japin opinionin atyre aty ku nuk i takon, pajgjumësi, strese, dikush është gënjen, dikush thot diçka dhe ju ngelet hatri, puna që ju streson, megjithatë ju prap e mbi ngarkoni veten dhe prap punoni dhe jeni të vendosur. Pra ju shikoj dhe këtë vendosshmërinë e punës goxha që nuk ulet si intensitet. Keni një forcë të brendshme, të pandalshme, që ju them bravo për këtë gjë. Ndoshta shpirti juaj dhe karma juaj ka ardhur pikërisht këtu për të ndihmuar njerëzit e tjerë, për të pastruar ndoshta karmat e njerëzve të tjerë, për të ndihmuar njerëzit e tjerë se si mund të kenë udhën e tyre më të lehtë, kështu që mund të jeni në frekuenca shumë të mira, shumë normale, që shpirti juaj ka zgjedhur të bëjë të ketë këtë mision. Kështu që nuk shikoj diçka negative, pavarësisht se nëse shikoj si energji, jeni goxha të lodhur. Por nëse ju do doni një lexim personal, unë them që edhe mund t'ju ndihmoj, edhe jo për arsye sepse shikoj që çfarëdo lloj pjese sugjeruese, suggestive që unë mund të them në këtë rast tek ju për të ndryshuar, nuk është se ju ndryshoni, ju vazhdoni prapë në forma të vjetra të menduarit ose të vepruarit. I keni goxha të vështirë të ndryshoni formën tuaj të vepruarit. Kështu që po unë do thoya goxha pak e vështirë për të marrë në shpirt edhe në konsiderat leximet shpirtërore dhe për të ndryshuar perspektivën edhe mënyrën tuaj të ndërvepruarit, por edhe të menduar dhe të parit të realitetit të jashtëm me njerëzit, me shpirtin tuaj, me karmën dhe kështu me radhë. Nëse jeni nëna, unë do thoja urime për lodhjen dhe mbi lodhjen që ju keni, për përkushtimin familjar, për fëmijët, për punën që ju bëni, sepse shikoj një energji këtu raskapice dhe të pandalshme. Nëse jeni vajza të reja, mendoj që keni mendimet ose traditat që mashkulli duhet të jetë prioritar, ai duhet të jetë i pari, ai duhet të veprojë dhe unë më pas mund të shërbej atij, por nisi dashuri, por më pas bie që ju sakrifikoni në këtë marrëdhënie dhe jepni më shumë nga ç'duhet. Mendimet ose ndjesitë që mbajnë brenda shpirtit tuaj, pa hapur gojën, pa folur me njerëzit e tjerë dhe duke menduar që nuk keni rrugëzgjidhje, nuk mund të ndryshoni, por në fakt mund të ndryshoni, mund të ndani këto përgjegjësi dhe me partnerin tuaj dhe me fëmijët tuaj. Gjithmonë varet se çfarë ju kërkoni dhe çfarë ju doni të bëni. Normalisht është që jeta e çdo kujt është personale. Dhe çdo kush bën që ashtu siç mendon që është më mira për të dhe për familjen e vet. Ju falemnderit që më ndoqët deri në fund, ju lutem më shkruani nga cili vend ju më ndiqni, nëse ka rezonuar me ju numri 4, për lexime personale mos harroni të më kontaktoni në Tarot Spirit Therapy, në Instagramin tim personal, qoftë edhe për shërbimet për leximin e tarotit, për leximin e ascendentit në formë karmike sipas astrologjisë vedike, apo për të bler librin dhe orakullin që unë kam krijuar që tashmë është bërë rutinë në leximet tona shpirtërore. Faleminderit për mbështetjen, shihemi bashkë në leximet e radhës, deri atëherë mirë u takofshim.